Në takimin e sotëm në Shkup, ministrat e punëve të jashtme të Maqedonisë Nikola Popovski, të Shqipërisë Ditmir Bushati si dhe ministri bullgar Daniel Mitov diskutuan për politikat e jashtme si dhe sfidat dhe procesin antarësimit në Bashkimin Evropian dhe Aleancën e NATO-s. Ministri Nikola Popovski tha se dy shtetet të fqinje kanë gatishmëri që ta ndihmojnë Maqedoninë për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Është një shenjë mirë se në këta dy shtete ka gatishmëri që të na bindin ne se nuk kanë ndërmend që ta frenojnë, por ta ndihmojnë procesin e integrimit euroatlantike dhe mendoj se mënyra më e mirë që të bindemi në këtë është nga ajo që këmbyen si biseda, por si frika të themi. Sot edhe të Bullgaria dhe të Shqipëria ekziston bindja se EU dhe NATO duhet të jetë me Maqedoninë dhe është më mirë edhe për Maqedoninë, edhe për Unionin Evropian dhe për NATO, por gjithsesi nga aspekti i tyre është më mirë edhe për Shqipërinë edhe për Bullgarinë. Ministri i punëve të jashtme të Bullgarisë Daniel Mitov tha se rajoni duhet të jetë më i fuqishëm dhe se Bullgaria mbështet perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor. Bullgaria qartë në mënyrë kategorike e mbështet perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor në veçantë. Në këtë rast perspektivën euroatlantike të Republikës së Maqedonisë dhe të Shqipërisë. Ndërkaq, ministri Bushati theksoi se marrëdhëniet e mira ndërretnike si dhe ndërfqinjësore do t'ja lehtësojnë Maqedonisë rrugën për në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Si fqinj që i duam vetëm të mirën Maqedonisë, besojmë se një marrëdhënie edhe më e mirë ndërretnike do t'ishte busulla orientuese për stabilitetin demokratik, për prosperitetin ekonomik, për marrëdhënie ndërfqinjësore më të mira dhe për një zhvillim të reformave në mënyrë qëndrueshme që besojmë do të lehtësonin rrugën e Maqedonisë për në Bashkimin Evropian dhe për në NATO. Integrimet evropiane, çështjet aktuale politike, bashkëpunimi rajonal dhe shfrytëzimi i pafondeve kanë qenë në qendër të vëmendjes së takimeve që zëvendës kryeministri i ngarkuar për çështje evropiane Fatmir Besimi pati me shefat e diplomacive të Bullgarisë dhe Shqipërisë Daniel Mitkov dhe Ditmir Bushati.